Atëherë i nderuar trupgjikues, të nderuara media që jeni prezent dhe që keni qenë vazhdimisht me ne. Po bën gati 3 vite që nga vrasja e Loridonës. Më kujtohet si sot momenti i arrestimit të akuzuarve, ose thënë me ndryshe kriminalëve, të cilët natën vrajnë dhe ditën çojnë. Qëtore, nëse ka mundësi veç ma ka dalë. Gati 3 vjeçare. Keni zgjedhur besimin në vend. Jo, prej fillimit edhe më nga dalë. Lëna, të pjesë prej zyrës përkthimeve, më nga dalë. Edhe prej fillimit edhe njerë nëse ka mundësi. Për ne si familje nuk ishte e lehtë kjo periudhë kohore. Vazhdo të ring. Gati 3 vjeçare. Po. E kemi zgjedhur besimin në vend të zhgënjimit. Kemi treguar kulturë dhe kemi heshtur në shumë momente që ndoshta nuk ish dashur të heshtim. I nderuar trupgjikues. Në këtë ditë kur flasim të gjithë ne që kemi përcjellur këtë proces, dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, një gjë e kanë të qartë. Se Naimi e ka organizuar këtë vrasje, se bashku me kushtrimin, duke e zgjedhur Granitin si vrasës. Ne kemi parë dhe dëgjuar shumë gjëra këtu. Kemi qenë prezent të gjithë, kur në së paku 22 videokamera janë kapur Naimi, Graniti dhe kushtrimi. Ne kemi parë edhe përputhshmërinë e deklaratave të tyre, të cilat lidhen ngushtë me njëra tjetrën. Nuk dua t'i citoj të gjitha, por disa nga ato po besoj duhen këtij procesi. Në deklaratat e dhëna, kushtrimi thotë: Naimi më ka thënë 1 vit para që ta vras Loridonën. Kushtrimi thotë: kam qenë në Prishtinë me Granitin dhe jemi takuar me Naimin. Kushtrimi thotë: kur jemi takuar me Naimin e Granitin, Naimi thotë Granitit ti po kryshe punë. Kushtrimi thotë: Naimi ma ka kërku numrin e Granitit. Sido që tjetë, një gjë është e qartë. Këtë numër të Granitit, Naimi e ka marrë nga kushtrimi. Kushtrimi thotë, natën kritike, Naimi më ka thonë pasi kemi arritë sfis, shqyr e kreva këtë punë. Kushtrimi thotë, pasi Naimi e ka pa policin, duke arë në ditën e urrimit, më ka pyet për revole, allti. Ndërsa Graniti deklaron kështu: asnjëherë nuk e kam njoft Naimin, vetëm përmes kushtrimit jemi njoftuar së bashku. Naimi ka kërku me vrar Loridonën. Graniti thot: Naimi mi ka ofruar 30.000 euro për ekzekutim. Graniti thot: sa jemi takuar me Naimin, kushtrimi ka qenë prezent. Graniti thot: kushtrimin e kam shok ngushtë. Naimi thot: ka kërku që Loridona mu vra gjithsesi. Graniti thot: Naimi ka qenë në vetur në momentin e vrasjes dhe më ka thënë gjuj. Graniti thot: Naimi më ka jep instruksione se si duhet të shkoj plani i vrasjes. Dhe thot se nëse e kapin policia, unë të nxjerr nga burgu sepse kam njofsi. Ndërsa Naimi deklaron kështu: kam qenë keq mentalisht kur Loridona ka kuptuar tradhtin që unë ja kam bërë. Naimi thot: Graniti nuk e njoh, kushtrimi më ka njoftuar me to. Naimi thot: me kushtrimin kam qenë gjatë gjithë kohës, sepse mi ka ditë hallat e mia. I thot dëshmitarit Valon Luka, pas vrasjes, prokurorja më ka bë pyetje sikur me pa vrarën Loridonën. Në ekzaminimin e telefonit Granitit, shihen mesazhet dhe thirrën me Naimin. Ajo që bie në sy është mesazhi: shoki, a kryet nesër, a të kallëzoj kuqa. Pra, kuqa është kushtrimi. Shkurtesa e kushtrimit është emri kuq. Gjithë e thirrim kështu. I nderuar trupgjikues. Ne si popull kemi kaluar sakrifica të mëdha, si para luftës, ashtu edhe pas luftës. Por na ka vazhduar një tragjedi, dhe ajo është lufta me gruan. Që nga viti 2010 e deri në vitin 2026 janë vrarë 59 gra.
pra për 16 vite janë bra 59 gra. Gjitha këto familje që janë prekur nga kjo dukuri, e së fundmi edhe ne, asnjëra nga këto nuk kemi kërkuar ngjalljen e personave vrarë, por kemi kërkuar drejtësi atë për cilën edhe na takon. Andaj, nga këto, duhet të japim mesazhe të qarta për gjithë ata kriminal që guxojnë të ngrisin duart mbi nënat dhe motrat tona. Të njohësh një krim në ditën e sotme është e lehtë, duke marrë parasysh teknologjinë dhe avancimin e këtë drejtim. Duke e ditur se një kriminal kërkon nga një dajë dhe nep dhe mbi gjitha kriminal, sepse po të mos ishte ashtu, nuk mund t'i thuash ta vras gruan. Ti thuash a mund ta kryesh ti këtë punë? Dhe ai duke të thënë jo, unë nuk mund ta kryj, por ta gjoj njerën që e kryen. Kuptohet se kush e gjeti vrasësin dhe kush organizoi krimin. Pra këto është mes e qartë se Naimi ka kërkuar me vrarë Loridonën përmes kushtrimit. Ky i fundit nuk pranoi ta rrezikojë veten direkt dhe e gjeti Granitin si vrasës. Pra skema fillon kështu. Pa Naimin nuk ka kushtrim, pa kushtrimin nuk ka Granit dhe pa Granitin nuk do të kishte vrasje. I nderuar trup gjykues. Përveç neve që jemi këto, duhet ta dimë të gjithë se këtë proces në të ardhmen do ta shohin edhe fëmijët e Loridonës. Ata do të rriten me mallin për nënën e tyre. E njëjtën kohë do të kërkojnë drejtësi për të. Kur ta shohin këtë proces, do ta kuptojnë që nuk kanë nevojë të brengosen. Sepse dikush i drejtë e i ndërgjegjshëm, atë drejtësia u ka dhënë në vendimin e gjykatës. Ne këtu duhet t'i japim mesazhe të qarta edhe atyre, se drejtësia për nënën e tyre ka shkuar në vend. Ata do të rriten dhe do të falenderojnë secilin, duke filluar nga policia, prokuroria, gjykata, që vrasin makabër të nënës së tyre e zbuluan dhe kriminalet morën dënimin e merituar. Është e dhimbshme se si ata përjetuan vrasjen e nënës së tyre. Pas më shumë se 8 muajve pas vrasjes së Loridonës, ishte takimi i parë që e kisha unë me ta, sepse nuk kishim qasjen në shtetin suedez. Ne nuk e dishim se si e kanë përjetuar ata këtë vepër të babait tyre. Pasi u takuam me fëmijët, mësuam se fëmijët ishin kundër babait të tyre dhe se sot kur po flasim, që po bën gati 3 vite, akoma fëmijët nuk pranojnë të flasin me baban e tyre. Krimi që është bërë duhet të dënohet fuqishëm, që fëmijët e Loridonës dhe ne si familje të jemi sadopak të lehtësuar nga dhimbja që kemi përjetuar. Kështu besoj ju jepet mundësia sa më shpejt të na bashkohen edhe fëmijët e Loridonës. Andaj, i nderuar trup gjykues, ditën e vrasjes së Loridonës, me të iku edhe gjysma e shpirtit dhe jetës sonë. Na ka mbetur edhe një gjysmë jete, të cilën e keni në duar ju të vendosni, sa duhet të jetojmë me frikë apo duhet të ndihem të sigurt në vendin tonë. Andaj, kërkojmë që dënimi të jetë me burgim të përjetshëm. Çdo dënim tjetër e cenon, e denigron Loridonën, vendin, shoqërinë dhe bedijen e popullit tonë për këtë krim makabër. Vetëm vuajtja e dënimit të tyre lehtëson sadopak dhimbjen e familjes sonë dhe krijon siguri për vendin tonë për atë se çfarë i pret vrasës të tillë. Faleminderit. Loridon?